Fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Tozer, një ndër mësuesit e Biblës më të njohur dhe mendimtar i thellë, i ka shprehur mendimet e tij të thella në mënyra shumë praktike. Ai ishte gjithmonë i vetëdijshëm për shenjtërinë e Perëndisë, diçka të cilën ne duhet të kushtojmë më shumë vëmendje në epokën ku jetojmë. Dëgjoni këtë varg nga libri i Isaias, varg i cili e ndikoi shumë jetën e Tozer. Sepse kështu thot i larti dhe i madhërishmi, që banon në përjetësinë, emri i tij është i shenjtë. Unë banoj në vendin e lartë dhe të shenjtë, dhe bashkë me ato që është i penduar dhe i përulur nga fryma, për të ngjallur frymën e të përulurve, për të ngjallur frymën e të penduarve. Tozer shkroi se kishte menduar mbi faktin se sa të rëndësishme janë mendimet e tij. Perëndia më ka thënë: unë banoj në mendimet e tua. Bëj mendimet e tua një vend të shenjtë, ku unë mund të banoj. Të bësh mendimet e tua një vend ku Perëndia mund të banojnë, është sa do me thënës aq edhe praktik. Ne jemi ajo që mendojmë, dhe si rjedhoj nëse mendimet tona janë të këndshme për Zotin, e tillë do të jetë edhe vetë jeta jonë. Tozer i krahasoi mendimet tona me këmbanën e një kishe. Nëse mendimet tuaja janë të pastra, tha Tozer, tingujt e këmbanës do të kumbojnë një këngë shenjtërie në zonën përreth jush. Pra, do të thotë kjo se duhet jesh i përsosur në mënyrë që t'i pëlqesh Perëndisë? Përgjigjja është e qartë. Jo. Por Isaia na thotë se Perëndia jeton në një vend të lartë dhe të shenjtë. Lajmi i mirë është se ai vazhdon të thotë: por edhe me atë që është i penduar dhe i përulur në frymë. Ju nuk mund të ndaloni së menduari, por mund të zgjidhni t'i bëni mendimet tuaja një vend ku Perëndia nderohet. Një qëndrim i përulur varësie ndaj tij na mban në shoqëri me Perëndin gjatë gjithë jetës tonë. Dëgjuat Fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.